I dërguari i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Peter Sorensen, gjendet në Kosovë në vizitën e tij të parë, që nga marrja e detyrës ku është takuar me udhëheqësit institucional dhe me përfaqësuesit e opozitës. Emisari evropian tha se prioritet për të është të sigurojë takime midis dy shteteve. Gjatë takimeve të ndara nga presidentja e Kosovës dhe nga LDK-ja, Sorensen ka pranuar vërejtje për draft statutin e asociacionit dhe nga kryeministri i Kosovës ka dëgjuar kërkesën që të zbatohet pa kushtëzime marrëveshja e Ohrit. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani tha se i ka paraqitur të dërguarit të Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Peter Sorensen, vërejtjen e saj për draft statutin e asociacionit të komunave me shumicë serbe të prezantuar nga bloku. Presidenca e Kosovës, përmes një njoftimi, tha se Osmani i ka thënë Sorensit se këto vërejtje duhet të trajtohen me seriozitet në mënyrë që të parandalohet rrezikimi i funksionalitetit të shtetit të Kosovës. Në tetor të vitit 2023, Bashkimi Evropian u dorëzoi Kosovës dhe Serbisë një draft statut që të cilësoj modern për formimin e asociacionit. Dokumenti u mbështet edhe nga Shtetet e Bashkuara. Atë kohë, Osmani kishte thënë se ky dokument duhet i nënshtrohet vlerësimit të gjykatës kushtetuese, që atëherë Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara i kanë kërkuar Kosovës që ta dërgojë në gjykatën kushtetuese këtë draft statut, por kjo ende nuk ka ndodhur. Kosova dhe Serbia kanë arritur marrëveshjen për themelimin e asociacionit dhe 2 vjet më vonë atë për parimet e asociacionit. Gjykata kushtetuese e Kosovës gjeti në marrëveshje mbi parimet nuk ishte në përputhje të plot me kushtetutën, duke kërkuar që 23 pikat të saj të harmonizohen. Deri më tani, Kosova ka refuzuar që ta themelojë asociacionin, ndërkaq Serbia insiston që marrëveshjet për këtë çështje të zbatohen. Sipas njoftimit, presidenti Osmani tha se Kosova ishte e përkushtuar ndaj procesit të dialogut me Serbinë, duke theksuar rëndësinë e një zbatimi të plot dhe të balancuar të marrëveshjeve të arritura. Presidenca tha se Osmani ka kërkuar heqjen e masave ndëshkuese të Bashkimit Evropian, që u vendosën në qershor të vitit 2023 për shkak të tensioneve në veriun e Kosovës, duke argumentuar se po dëmtojnë edhe procesin e dialogut, duke e bërë atë të pabalancuar. Gjatë qëndrimit në Prishtinë, Sorensen fillimisht tha se Osmani dhe më pas dhe kryeministri Albin Kurti. Pas takimit me Kurtin, ndërmjetësi evropian tha për gazetarët si prioritet për të do të jetë të sigurojë takime mes përfaqësuesve të Kosovës dhe Serbisë. Sipas tij, janë vetë palët që pastaj do të vendosin për kompromise potenciale. Takimi i fundit në Bruksel, i ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian mes Kosovës dhe Serbisë, ishte zhvilluar më 17 dhjetor të vitit të kaluar. Sorensen e vizitoi Kosovën për herë të parë prisa e mori detyrën në fillim të shkurtit për të takuar me zyrtarët e lartë të vendit. Bloku Evropian vendosi masa ndëshkuese ndaj Kosovës më 2023, pas rritjes së tensioneve në veri të vendit. Bashkimi Evropian pati vlerësuar se qeveria e Kosovës për të bërë mjaftueshëm për shtensionimin. Në takimin në qeveri ishte i pranishëm edhe zëvendës kryeministri, një herësh krye negociatori i Kosovës, Besnik Bislimi. Në takim me emisarin evropian, Bislimi tha se vlerëson qëndrimet e Bashkimit Evropian si sjellja e Serbisë në këtë takimin e Këshillit të Evropës më 5 mars, kur Kosova u hoq nga rendi i ditës për të fituar statusin e shtetit mysafir special për bën shkelje të marrëveshjes së Ohrit. Në këtë marrëveshje, thuhet se Beogradi duhet të mos pengojë antarësimin e Kosovës në asnjë organizatë ndërkombëtare. Bashkimi Evropian ka thënë se Serbia, me sjelljen e saj në Këshillin e Evropës, është duke shkelur marrëveshjen e Ohrit në vitin 2023, në të cilën mes të tjerash, Beogradi i kërkoi të mos e pengojë antarësimin e Kosovës në asnjë organizatë ndërkombëtare. Sorensen ende nuk e ka ndërmjetësuar ndonjë takim të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë në Bruksel, por ka punuar kohët e fundit për mënyrën për të çuar përpara dialogun, duke takuar ndaras zyrtar nga të dyja vendet. Ai e mori detyrën me një shkurt, duke e pasuar Miroslav Lajçakun.